Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot Apostull Pavli na thot këto fjalë, të cilat ja shkruajti Filipianëve, por janë fjalë që janë shkruar të krishterëve në çdo kohë. Edhe le të jetë tek ju pa jo mendje që ishte edhe në Krishtin Jezu, i cili duke qenë në formë perëndie, nuk e quajti përëmbim të qeni barabartë me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë formë shërbëtori, duke u bërë ngjashëm me njerëzit, duke u gjetur me pamje si njeri e përuli veten e tij dhe u bë i bindur deri në vdekje dhe deri në vdekje kryqi. Prandaj, dhe Perëndia e përmbilartësoi dhe i fali atij emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezuit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, mbi dhe e nën dhe, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot për lavdit Perëndis atë. Amin. Janë fjalë jashtëzakonisht të mëdha dhe të thella, por le të përpiqemi të interpretojmë siç ta mëson kisha jonë ortodokse. Shikoni se Apostull Pavli i drejtohet krishterëve, na drejtohet neve, jo thjesht të besojmë në Krishtin, por të kemi mendjen e Krishtit. A e kuptoni se sa të lartë jemi ne të krishterët ortodoks? Do me thënë, ne të krishterë ortodoks nuk kemi mendje thjesht bote, të ham, të pim, të ndërtojmë, por kemi mendjen e Krishtit, sepse jemi bërë krishter kur jemi pagzuar dhe kemi marrë shpirtin e shenjtë. Kështu që mendimet tona janë ndryshe nga mendimet e njerëzve të tjerë në botë. Në qoftë se ne, të krishterë ortodoks, nuk mendojmë ndryshe nga të tjerët, atëre kjo tregon se jemi të krishterë vetëm në emër, në formë dhe jo në përmbajtje. Por çdo të thotë kjo të kesh mendjen e Krishtit. Krishti, çfarë mendimesh kishte për vete? Ai, edhe pse ishte Perëndi, pra biri dhe fjale e Perëndis, ai u bë bir njeriu dhe kishte mendim të përulur për veten. E përuli veten, e uli më poshtë se çdo kush, mori trajt shërbëtori dhe u bë i bindur deri në vdekje kryqi. E dini çdo thot çfarë kuptimi kanë këto fjalë? Pra Krishti që është Zot, krijuesi i qiellit dhe i tokës, u bë shërbëtor, u bë njeri, e zbrazi veten. Kenosis do të thot në gjuhën teologjike. Jo sa i humbi si Perëndi, por fitoi njeriu që u bashkua me Perëndin. Dhe Krishti nuk erdhi me arrogancë, nuk erdhi për gjykuar, nuk erdhi për dënuar, erdhi për të shpëtuar. Si e bëri këtë? E kundërta çfarë bëri Adami. Adami kërkonte të bëhej Perëndi duke u rebeluar nga urdhri i Perëndis. Të bëhej Perëndi nga vetvetja, me egoizëm, me krenari. Krishti, edhe pse ishte Perëndi, u përul, u bë i bindur vullnetit hyjnor, i bindur deri në vdekje kryqi. Kush kryqizoheshe në atë kohë? Kryqizoheshin kriminalët, hajdutët, skleverit, por njerëzit më të ulët shoqërisë. Dhe Krishti e pranoi kryqin në përulsinë e tij të skajshme, sepse duhet ulej poshtë, që të kapte të gjithë Adamin dhe fëmijët e Adamit, i cili jo vetëm vdiq në kryq dhe sytë e njerëzve si një mashtrues, si një kriminal, si askushi, por ai zbriti në të poshtmet e Hadit, në të poshtmet e botës së vdekjes, për të marrë gjithë shpirtrat. Në qoftë se Krishti nuk do zbriste në poshtmet e Hadit, nuk do shpëtonte asnjëri nga ne. Pra, shikoni pak veprën e Krishtit,
që udhiqej nga mendimet e Krishtit, për ullësia e Krishtit. Por neve shpeshherë mendojmë se jemi dikushi. Kemi ndoshta disa aftësi mendore, intelektuale, fizike, ekonomike, shoqërore. E mburremi. Por për çfarë mburresh o njeri? Çfarë do që ti jesh, je një njeri i vdekshëm. Je një njeri që të gjitha do t'i lësh këtu. Dhe mbi të gjitha ti mburresh për atë që e ke marrë dhuratë nga Zoti. Prandaj duhet kemi kujdes me mendimet tona të dashur të krishterë. Burja të rrëzon. Burja rrëzoi Eosforin në qiell. Burja ka rrëzuar njerëz shumë të mëdhenj. Burja na rrëzon edhe neve. Zoti i ri kundër krenarve, sepse Zoti është i përulur. Prandaj sa që kemi një mendim të lartë për veten, ky është gjëja më e keqe që mund t'ja pranosh vetes. Është virusi më i keq, sepse në momenti që ti pranove një mendim se je dikushi dhe kontrollon të tjerët, gjykon të tjerët, komandon të tjerët, ti aty je rrëzuar. Kjo fillon që në familje, burri me gruan, grua me burrin. Dhe që të fëmijët. Prandaj që në familje do të kultivojmë porursin, bindjen, tolerancën, durimin, faljen, dhe secili do të kryej shërbesën e vet me porursi. Shikoni se jetojmë në një botë ku sot na thuhet që njeriu jeton dhe vepron me fuqitë e tija. Madje sot ka fe që po përhapen si kërpullat mbas shiut, që thonë që njeriu është një zot, ka fuqi të mbinatyrshme. Beso te vetja dhe do shirosh energji të universit. Marzira. Sepse këta që thonë gjëra të tilla, pse smuren, pse vdesin? Ku është ky Zoti i tyre? Ky është një mashtrim që fatkeqësisht kap njerëzit, sepse njerëzit kanë sëmundjen e Adamit, duan të bëjnë Zot nga vetja e tyre. Por ne duhet kemi një mendje të përulur. Duhet pranojmë se jemi krijesa të varura, jo të vetë mjaftueshme. Kemi nevojë për Zotin, kemi nevojë për njëri tjetrin dhe duhet të shërbejmë me porursi. Edhe nëse kemi disa dhurata, i kemi dhuratë nga Zoti, jo vetëm për vete, i kemi edhe për të gjithë të tjerët, si ai që ka intelektin, si ai që ka pasurinë, si ai që ka fuqinë, nuk i ka për vete, i ka për të tjerët. Dhe ne duhet kemi mendjen e Krishtit, jo mendjen e botës. Të jemi të përulur. Ai që do përulet, do lartësohet. Krishti u përul. U përul deri në përulsinë e skajshme, deri në vdekje e kryqit. U varros, por u ngjall të tretën ditë. Dhe çfarë thuhet atje? Dhe Perëndia i dha një emër për mbi çdo emër. Jo si Perëndi, se ai Perëndi ishte dhe është fjala e Perëndis, por mori emër njeriu, emri më të lavdishëm. Pse mori Krishti këtë emër? Se erdhi me fuqi, erdhi me lavdi, erdhi me pushtet, jo, se erdhi me përulsi. Dhe ai është Zoti i qiellit dhe i dheut. Sundon si Perëndi, sundon dhe si njeri. Dhe të gjithë, edhe ata që e njohin, edhe ata që nuk duan ta njohin, edhe ata që e duan dhe ata që nuk e duan, një ditë kur ai të vi me lavdinë e Atit, bashkë me angjit, të gjithë krijesa që është në qiell, që është në dhe, që është nën dhe, do gjunjëzohet para Krishtit. E çdo gjuhë, çdo gojë do thotë ti je Zot për lavdit Perëndis, Atit, amin. A e kuptoni? Por kur të vi Krishti për herë të dytë, nuk do vi vetëm për vete, do vi për ne pra, për ne të krishterët, ne të përulurit, që bota na quan për asgjë, na stigmatizon, na fyen, na tall, na poshtëron, na mundon, por ne të krishterët në atë ditë do jemi lavdia e Krishtit, do jemi bukuria e botës. Prandaj, shtu do t'i shikojmë gjërat. Mos kemi frikë nga përurësia, mos kemi frikë nga durimi, mos kemi frikë kur kërkojmë falje, mos kemi frikë kur durojmë padrejtësitë,
sepse kështu veproi Krishti. Kështu do të veprojmë dhe neve. Ndryshe, në qoftë se ne do sidhemi si bota me arrogancë, me fodullëk, me krenari, me inat, me zëmërim, për nxjerr veten tonë, ne do humbasim. Do humbasim edhe këtë jetë, sepse do humbasim miq, do humbasim shok, do dëmtojmë veten tonë, por mbi të gjitha do humbasim edhe jetën e përjetshme. Se do humbasim Zotin. Zoti të përullurit i lartëson, krenarët i largon. Kështu pra, të dashur të krishterë, vëllezër dhe motra më Krishtin, të kemi këtë mendje të Krishtit, të kemi përullësi. Përullësia të lavdëron, përullësia të lartëson, përullësia të nderon. Dhe mbi të gjitha, të kemi kurajo, t'i themi botës se Isu Krishti nuk është profet, Isu Krishti nuk është reformator, Isu Krishti nuk është një njeri i madh, Isu Krishti është Zoti. Dhe si do e tregojmë botës? Jo vetëm me fjalë, por dhe me jetë. Në qoftë se ne mendojmë si Krishti, në qoftë se ne flasim si Krishti, në qoftë se veprojmë si Krishti, kjo mjafton t'i themi botës se ne jemi të krishterë dhe këtë jetë që e bëjmë sepse Krishti është Zoti ynë. Amin.